Atëre kemi në lidhje drejt për drejtë Esmeralda Sadikun, mësuese nga shkolla Artur Leshi, e kemi thirrur në fakt për unë e kam thirrur për një shprehje që shkruajti aty dhe duke shoqëruar edhe fund vitin, nëna ime, gjyshja ime, më thoshte vazhdimisht tupan kuqe më i belholl. Ruante traditën, pra një çame e cila donte të dinte ose donte të ishte ashtu siç kanë qenë vajzat çame, njëkohësisht edhe trashëgimia, edhe ruajtja e identitetit. Megjithatë, misioni i saj ka qenë mësuesja. Unë kam lidhje drejt për drejtë Esmeraldën. Esmeraldë, përshëndetje. Mirëmbrëma, zoti Artur. Mirëmbrëma. Do kem në lidhje drejt për drejtë dhe Irfan Myslia nga shkolla Artur Leshi, mësues në këtë shkollë. Atëre, gjatë kësaj kohë që lidhemi me Irfanin e kam në lidhje drejt për drejtë? Përshëndetje Irfan, falenderoj që jemi bashkë në emisionin Ora. Faleminderit për ftesë. Respekt dhe për punën dhe energjinë e madhe që i ke dhënë për të rinjtë dhe shkollën shqipe. E bëjmë më të voglën të mundshme. Atëre, Esmeraldë, ajo që më duhet në këto momente të përmbledh pak atë që thash në fillim, tuman kuqe, çamët, ju jeni çame me origjinë? Po, unë jam çame me origjinë. Sigurisht, sepse unë duke parë mbiemrat, në fakt çamët kanë mbiemra emra, dhe kjo të bën të evidentosh shumë shpejt origjinën e njerëzve sapo lexon këtë. Dhe nga gjyshja ke ruajtur disa cilësi, disa ca shprehje apo edhe cilësi njerëzore të saj. Unë jam rritur në një familje çame, 24 karat. Sigurisht. Dhe jam rritur me gjyshen time, që ka qenë një pasuri më vete, edhe ka ndihmuar në rritjen time. Nuk kam marrë nga ajo vetëm tipare çame, por është duke qenë se unë kam qenë gjithmonë e gjatë dhe e dobët. Gjithmonë gjithë jetën ka thirrur tuman kuqe më i belholl. Nuk kam marrë nga ajo vetëm emrin çame, por kam marrë vlerat e bukura. Jam munduar që të mësoj për saj vlerat e bukura çame. Guximin e gruas çame, një grua e fortë, një grua e aftë për të përballuar gjithçka në familjen. Një grua e cila buzëqesh përpara se të flasë. Dhe jam munduar që t'i ngjaj sado pak asaj në udhëtimin tim. Respekt. Atëre, të falenderoj, do e trajtojmë prapë identitetin, por doja ta filloja me këtë shprehje se njerëzit identifikojnë shumë shpejt duke hedhur emocionet në pak rreshta. Identifikojnë dhe japin vlerat e jashtëzakonshme të cilat ne na duhet t'i lëvrojmë ose t'i bëjmë evidente edhe për t'i trashëguar ato. Prandaj edhe e cilësova këtë. Atëre, unë kam një pyetje për të dy, nëse me një fjali ose me pak sekonda, në çfarë do të thonit se është më e bukura në të qenit mësues së gjuhës shqipe në diasporë? Irfan, më dëgjon? Po. Cila është, ose me një fjali, ose me pak fjalë, çfarë do të thotë t'jesh, ose cila është gjëja më e bukur e të qenit mësues i gjuhës shqipe në diasporë? Pjesa më e bukur e kësaj është të shohësh shkëlqimin në sytë e fëmijëve, ndërsa zbulojmë bukurinë e gjuhës dhe të kulturës tyre, duke krijuar kështu një urë të gjallë mes trashëgimisë shqiptare, kulturore shqiptare. Ngazëllejnë fëmijët kur dëgjojnë diçka të interesante dhe të panjohur për të, prandaj kjo është vërtet kënaqësi e veçantë. Esmerald, mision. Mësuesi është mision dhe një mision prej kaq vitesh me eksperiencën tuaj, si do ta përmbledhje me pak fjalë?
të qenit mësuesi gjuhës shqipe në diasporë? Të qenë të mësues në diasporë, unë nuk do marr anën e përgjegjësisë, do marr atë të kënaqësisë që më merr një mësues. Do të thosha të rrethohesh nga ajo për cilën bota ka më shumë nevojë sot. Nga dashuria e pastër e pa kushte që din të hapin vetëm fëmijët. Në mënyrën më sublime të saj. Kjo është ajo që t'jep kënaqësinë. Kënaqësi sigurisht. Atëherë cila ne kemi nëse derisa për sa i përket misionit. Po. Me shumë përkushtim, edhe me shumë dashuri, të ujisësh filizat e rinj që po lindin në diasporë. Kjo është misioni i mësuesit. Atëherë ka shumë mësues, ka shumë njerëz që kanë sakrifikuar Irfan për gjuhën shqipe, për shkollën shqipe. Si është ky rrugtim që ka marrë mësuesit ose emigrantët shqiptar që luajnë rolin e mësuesit ose edhe ato që kanë profesion atë? Kanë një rrugtim të vështirë, sakrifikues për shkollën shqipe? Është e vërtet, është një sakrificë e veçantë, jo vetëm për kohën që humbim, por edhe për mënyrën e jetesës si është këtu dhe vështirësitë që hasim në mbarvajtjen e mësimit, në mjetët që përdorim, do të thënë mungesën e mjetëve, mungesën e shumë gjënave, gjithë këto bëjnë vërtet një sakrificë të veçantë. Por dëshira e madhe për ta ruajtur gjuhën edhe këtu, për ta ruajtur kulturën dhe për të njohur gjeneratat e reja me kulturën dhe me gjuhën e tyre o të parëve të tyre, i zbut këto vështirësi që kemi, i bën asgjë këto vështirësi, pra karshi asaj çfarë duhet bëjmë, çfarë misionin që kemi marrë, vështirësitë që hasim këtu sikur i minimizojmë, sikur i bëjmë më të vogla. Të vogla. Por e kthej edhe një herë mohabetin se nuk kemi mundësi të pakta, nuk jemi si në vendlindje që kemi mundësi më tepër kontakte më të mëdha me gjuhën, me libra, me mjetet ndryshme. Tu jemi shumë të vobeket në këtë aspekt. Dhe prandaj vështirësitë janë më të mëdha. Atëherë, duke u kthyer tek rëndësia e gjuhës shqipe dhe e mësimit shqip në emigracion, pse është e rëndësishme për fëmijët shqiptar që rriten jashtë vendit Esmeralda të mësojnë gjuhën shqipe dhe si ndikon kjo gjuhë në ruajtjen e këtij identiteti ton që e mbartin prindrit me vete dhe ndoshta duhet ja trashëgojmë edhe fëmijëve. Është shumë e rëndësishme që ruajtja e gjuhës këtu, sepse gjuha është pasaporta e një kombi, edhe nëse një komb nuk ka gjuhën ai shuhet. Është shumë e rëndësishme që fëmijët tu të mësojnë gjuhën, sepse në këtë lloj forme ne ndërtojmë themelet e një individi. Me anë të gjuhës ndërtojmë themelet e një individi i cili në të ardhmen ka baza që vjen nga një vend me një histori të lashtë, vjen nga një vend që flet gjuhën më të vjetër, një ndër gjuhët më të vjetra në Europë. Vjen nga një vend që ka mikpritje, bujarinë dhe plot vlera, dhe duke i ushqyer këto vlera ne ndërtojmë një individ të mirë për shoqërinë. Është shumë e rëndësishme që kjo të përcillet si në shkolla edhe në familje, sidomos në familje sepse familja është baza në të cilën një fëmijë rritet. Për sa i përket shkollës, shkolla e ndërton këtë individ, e forcon akoma më shumë rrënjët e tij për të vleruar një pemë më e shëndetshme nesër. Krijon rritjen e autostimës. Kemi një autostim shumë herë më të lartë nëse ai fëmijë njeh se nga vjen, njeh bazat e tij, njeh paraardhësit e tij dhe nuk ndihet i veçuar nga fëmijët që ndodhen këtu. Ai nuk është i huaj, sepse sot jemi qytetarë të botës dhe i përshtatemi vendit në cilin ne shkojmë dhe në cilin ne jetojmë. Por është shumë e rëndësishme në rritjen e identitetit të një njeriu si mësimi i kulturës, edhe mësimi i gjuhës, sepse ato shkojnë paralel me njëra tjetrën. Nuk mund të thot jam shqiptar kur nuk di të flas shqip.
është problem që duhet parë vazhdimisht nga prindrit, sepse identitetin ja jep prindi, ju e suportoni. Do t'i kthejmë Irfanit me një pyetje. Irfan, kaq vite që jeni në Itali, e keni parë këtë dëshirën për të mësuar shqipen në rritje, apo është një stagnacion? Apo kemi më pak fëmijë tash? Këtu është interesante fakti se unë kam marrë shumë vite më parë në Itali, vitet 90-ta kur shqiptarët e Shqipërisë ende nuk ishin të organizuar, ende nuk ishin të ambientuar me ambientin e ri dhe nuk kishin as idene më të vogël që të organizonin shkolla dhe mësim të gjuhës. Ndërsa ne që vinim nga pjesët e Jugosllavisë, veç kishim një eksperiencë, një traditë të organizimit të shkollave edhe të shqiptarëve këtu dhe po përpiqeshim më shumë se ata të Shqipërisë. Tani është ndryshuar ky raport dhe tani sikur ne kemi rënë në gjumë, ndërsa shqiptarët e Shqipërisë po përpiqen me të madhe gjithandej. Dhe këtë shoh shumë pozitive nga ana e shqiptarëve, sepse e shqiptarëve e kam fjalën të Shqipërisë, sepse ata barën kryesore të ruajtjes dhe të kulturës në këto momente dhe që është shumë e logjikshme të jetë kështu. Tani ngelen mbrapa pjesa e Kosovës dhe e Maqedonisë që duhet një nxitje re, një motivim i ri i këtyre shqiptarëve që të mund të integrohen edhe ato në grupin më të madhshëm në shqiptarinë, si të thënë, në shqiptarinë asaj që ne në kohët e mëparshme besonim. Atëre, Esmerald, grupi shqiptarëve të Shqipërisë janë më action, janë më aksion, janë më afër ose të shpërfaqjes, por kam përshtypjen që ka dhe sfida, apo jo, të krijimit shkollave dhe të organizimit të dhënies gjuhës shqipe dhe mësimeve dijeve shqip. Kemi disa sfida, cilat janë sfidat tash? Është vërtet që duke qenë se numri i shkollave shqipe është në rritje, përforcohet e mësuesit tanë përpara mësuesve Erfanin, që duke qenë se shkollat shqipe janë në rritje dhe pothuajse në çdo qytet, pothuajse në qytetet kryesore janë përhapur shkollat shqipe dhe jo vetëm një, kjo tregon që interesimi rritet. Por ka nevojë edhe për shumë kujdes. Do të thotë, cilat janë sfidat? Sfidat më kryesore është gjetja e mësuesve profesionist, sepse shkollat duhet të drejtohen nga mësues profesionist nëse ne duam të japim nivel të lartë dhe nivelin e duhur, dhe të japim emrin e mirë shkollave. Sfida e parë është të gjesh mësues profesionist, sepse duke qenë se jemi të gjithë vullnetar dhe këto të gjithë jemi emigrantë ekonomik, është shumë e vështirë të gjesh persona të cilët janë të disponueshëm që ato orë t'ja dedikojnë mësimit gjuhës shqipe. Sfida e parë është ajo e gjetjes së mësuesve, të profesionistëve të vërtet ata të cilët duhet të jenë në fushën e mësimdhënies. Sfida e dytë pastaj deri tashmë kanë qenë dhe ambientet, gjetja e ambienteve. Duke qenë se shkollat shqipe sipas legjislacionit italian këtu duhet jenë pjesë e një shoqate. Nuk mundet një individ, një mësues i diplomuar apo ai që ka interes të hap një shkollë shqipe, duhet jetë mbështetur në shoqatë. Kështu që rolin kryes pastaj e merr shoqata, është ajo e cila mbart edhe një pjesë të peshës kryesore të hapjes së shkollës. Më pastaj edhe tashmë kohët e fundit, mund të themi që me qendrën e votimeve na është lehtësuar shumë pjesa didaktike, sepse librat janë gjithmonë prezent, por duhet të shikojmë edhe përshtatjen në këtë ambient të ri, sepse ne vërtet jemi mësues që vim të diplomuar me një eksperiencë, flas për veten, me një eksperiencë mësimdhënie në Shqipëri, por mësimdhënia në diasporë është shumë ndryshe nga mësimdhënia në Shqipëri. Janë dy fusha vërtet që ecin paralele, por edhe shumë të ndryshme. Sfidat janë qoftë edhe në përgatitjen e fëmijëve, sepse brenda klasës mund të kesh fëmijë me nivele të ndryshme. Pra sfidat janë të shumëllojshme, nga fillimi tek mësuesit derisa të arrijmë tek ato që janë kryesorët, fëmijët, edhe mbledhja e fëmijëve. Qartë.
Atëre kthehemi te Irfan. Dhe kjo është një skip më vetë. Irfan, Esmeralda gjithmonë mori objektin që janë fëmijët, por subjekti janë prindrit, apo jo? E vërtet. Marrëdhënia me ta, kualiteti tyre, dëshira e tyre i bëjnë edhe fëmijët jenë të dashuruar ose jo me gjuhën. Sa kontribuojnë prindrit tashmë? Sigurisht, prindrit një pjesë e mirë e tyre kontribuojnë. Ende kemi mungesa nga ne prindërve, ende kisha dëshirë të angazhohen ende pak më tepër me fëmijët në shtëpi, sepse duket qartë atje ku prindi punon me fëmijë, rezultatet janë edhe në klasë. Po ne kemi edhe edhe sfida tjera që, për shembull, materiale didaktike që i përmendi mësuesja Esmeralda, do kishim nevojë ndoshta edhe për ndonjë botim të ndonjë testi diturie dedikuar për fëmijët në diasporë. Ne këtu kemi pak kohë dhe pak mundësi të krijojmë ndonjë test të tillë. Do ishte ndoshta shumë udhës qendra e botimeve të mendoje në këtë drejtim dhe... Pra, kemi filluar ta përsosim edhe mësimdhënien, por edhe dijen që duhet marri nxënësi, apo jo? Sakt, edhe dijen, por edhe testimin e asaj dije, se ne po mundohemi të bëjmë diçka, por nuk e dim sa arrim deri te fëmijët, sa arrim ta plasojmë atë që po mundohemi, dhe sa arrim ta kapin fëmijët atë që po bëjmë ne. Prandaj me ndonjë tip testi diturie, ndoshta do të ngulitet ende më tepër diçka nga historia dhe nga kultura shqiptare. Po, Esmeralda, këto lloj sfidash për forma të ndryshme të komunikimit dhe për të sjellë më tepër dije dhe më shpejt të shkojnë tek nxënësit. Sigurisht. Jemi në këtë pjekuri kërkesash? Inte jemi më mirë nga që kemi qenë, po kemi shumë. Kemi këtë pjekuri kërkesash sepse kjo varet nga standardi që një shkollë ka, por varet edhe nga niveli nxënësve që një shkollë ka. Ne historikisht pasur fatin e mirë, kemi nxënës me një nivel vërtet shumë të mirë, dhe nuk na është dashur vetëm mësojmë shqip, por na është dashur dhe të rrisim shumë lart artistikisht, edhe në mënyrë letrare, duke ngritur dhe grupin e recituesve, ku kemi recitueset më të mirë, duke ngritur dhe grupin e valleve si vjet që e kemi të re. Pra, duke i kuruar me shumë kujdes fëmijët që ajo që mbjellim sot jetë e sigurt që do të mbi nesër. Ne mundohemi pushtohemi këtë drejtim, duke vënë në maksimum atë që ne mund t'japim si mësues, por është pak sepse është vetëm një shtunë paradite dhe nuk mjafton. Nuk mjafton, vërtet. Ne dohemi dhe duam t'japim sa më shumë, por është limituar dhe ajo hapësira. Atëherë, me qëndro këtu do desha të kem dhe Irfanin. Irfan, dijet janë tashmë aktivitetet sociale ose kulturore të traditës janë më të prirur mësuesit dhe nxënësit. Shpyetje për të dy. Jepen më shumë të mësojnë dije në libër apo të jenë pjesë e valles dhe e lodrave shqip? Është normale, fëmijët tentojnë vazhdimisht të jenë pjesë e lojrave dhe kjo është shumë e bukur, duhet t'u japim mundësi fëmijëve të njihen edhe me lojrat popullore, me vallet popullore, me artin popullor. Dhe këtu ndoshta do na vinte shumë në ndihmë edhe ana e shtetit shqiptar dhe e shtetit Kosovës, që të na mundësonin në festat tona të përpiqen të çojnë ndonjë grup artistik nga andej dhe shohin fëmijë se çfarë punohet në vendin e tyre, se çfarë punohet në Kosovë, në Shqipëri. E di që është e vështirë, është e kushtueshme, po ndoshta ka mundësi që shtetet të gjejnë formën për të shkuar deri tek ajo. Duhet të gjejnë formën shteti dhe shoqatat, ingranazhet. Esmeralda, çfarë veçante kishte ky? A mund të thoja diçka? Patjetër.
para se të përja pak të veçantë aktiviti, do të shkruaj një fjali të shkurtër ku do të ne mësuesit e diasporës nuk kemi mësues në field si një mësues që ka një klasë në Shqipëri, por duhet që nëpërmjet lojës të mësojmë me dashuri fëmijëve atë që duan të mësojmë, sepse është teknika më e bukur edhe më tërheqëse për fëmijët. Dhe çfarë ishte e veçanta për këtë vit, unë do të thoya që ne kemi hapur grupet e valleve për fëmijët në shkollën Shqipe Bolzano, edhe për të vegjëlit, edhe pse ishte pak e vështirë për shtatje, por patëm dhe grupin e valleve të fëmijëve më të përzgjedhur. Dhe këtu gjej rastin të falenderoj koreografin Nexmi Mati, i cili si vullnetar dhe ai ka drejtuar në këtë vit shkollor grupin e valleve të shkollës Shqipe, grupin e valleve Nën Tereza, të cilat si shtëpisë valle shumë bukura ne kanë dhënë ato vallet perfekte, edhe kjo e rrit akoma më shumë, e pasuron akoma më shumë aktivitetin në shkollën tonë. Çfarë na rriti ne si vjet në këtë shkollë është që ne jemi në ambientet e mesme. Edhe një ambiente jemi në ambientet e një shkolle të mesme. Po. Si vjet jemi në ambientet e një shkolle të mesme, e cila na ka vënë dispozicion klasat e saj. Ku kemi dhe tabelat elektronike, të cilat na ndihmojnë shumë për të ndërthurur edhe teknologjinë me mësimin. Pra kemi pasur kushte optimale si vjet. Kemi pasur një mënyrë të re organizimi edhe me këshillin e prindërve të shkollës, cilët i kemi pasur krahun e djathtë në zhvillimin e aktiviteteve tona. Dhe kemi mbyllur një vit shumë suksesshëm me 93 fëmijë. Të gjitha këto janë rezultate të cilat na kënaqen. Na japin forcat për të kërkuar më shumë vitin e ardhshëm, sigurisht, por që jemi të kënaqur me këto arritje që kemi arritur deri tani. Kur mbaron viti shkollor, kush mërzitet më shumë, fëmijët apo mësuesit? Unë mendoj se shtuna mbetet bosh. Ata sigurisht që kanë nevojë për kohë të lirë dhe ata duhet të dinë, të kuptojmë sepse shtuna është një ditë pushimi dhe ne e marrim para ditën e saj. Por e shohim Po. Përqafimet e tyre tregojnë që do të mungojnë dhe në gjatë verës. Sigurisht. Përqafimet e tyre, kur shkojnë, në fakt do të pyes pak për ish-nxënësit, do kaloj tek Irfani. Irfan, ke kohë që je mësues dhe tashmë ke shumë nxënës që i kanë kaluar dhe kanë mësuar gjuhën shqipe. Komunikon me ta dhe ndjen që është një investim i bërë nga ju? Rasti më i freskët, para një jave kam takuar një vajzë që ka qenë në shkollën shqipe, kam takuar me një zyrë dhe unë nuk e njihja sepse ajo ishte rritur, por më kënaqi shumë kur më drejtua në gjuhën shqipe, tha ti je mësuesi Irfan, edhe me një shqipe shumë të lezetshme, pastaj e përshëndeti edhe mësuesi Esmeraldën, më tha qoj të fala, unë ende si kam mësu të fala Esmeraldën, sepse s'kam pas rasti të tregoj. Ishte nxënësja Elsa dhe më bë qejfi shumë. Kur takoj edhe nxënës tjerë rrugëve dhe gjithë një më flasin shqip dhe kjo më bën më kënaq, më bën krenar. Esmeraldë, tashmë grupi valleve, spektakli i fund vitit i sjell edhe ish-nxënësit apo jo? Se zakonisht kur mbyllet shkolla në atë spektakël vijnë edhe ish-nxënës edhe krijon një atmosferë tjetër. Më thuaj pak emocionet që keni me ish-nxënësit dhe detyrimin që keni me nxënësit. Si i ndani? Shumë emocion t'japin, se shumica atyre kanë kaluar dhe gjatësinë time. Edhe kur vin të përshafojnë, duket sikur humbet në përshatimin e tyre. Është bukur kur shikon që i rikthehen, do të thotë që kemi dhënë dashuri dhe na kujton me dashuri. Unë e vlerësoj shumë këtë gjë dhe më emocionon shumë. Përveç kësaj, duket sikur kemi kapluar male e dete dhe kemi ardhur këtu për te, dhe unë si vjet në klasën time kam vajzën e një ish-nxënëse jetime në Shqipëri. Edhe jam emocionuar shumë, sa jam përlotur, kur ajo më telefonon dhe thotë
Mësuese Esmeralda thash, po, mendova se kush I ka dhënë numrin. Dhe thota më mban mend, thash më thuaj emrin, dhe kur më thotë emrin u përlota, sepse duket se po jemi larguar shumë për bota që ka kaq e vogël, sa unë sot kam vajzën e saj. Qartë. Në grupin e abetares. Në fakt, bota nuk është e vogël, bota është e madhe, por komunikimi... Prezent në festën. Komunikimi e bën shumë vogël botën, apo jo? Dhe investimi që keni bërë. Ajo që duat në këto momente, me qenë se është fund viti, shkolla Artur Leshi e kishte spektaklin për ta. Do desha një mesazh nga të dy për fëmijët që lanë këtë vit dhe do vinë vitin tjetër njëkohësisht edhe për prindrit. E doja nga të dy këtë mesazh. Ndoshta t'jeni të dy në ekran. Po. Atëherë, për prindrit të vazhdojnë kështu dhe mundësisht të arrisin edhe pak kërkesën ndaj fëmijëve për sa I përket gjuhës dhe kulturës shqiptare. Dhe të nxisin shokët, miq, familjarët tjerë që të sjellin fëmijët sa më shumë në shkolla shqipe. Për nxënësit të vazhdojnë kështu se janë të mrekullueshëm dhe po dalin vërtet fëmijë të mirë këtu në diasporë. Esmerald, më thuaj, për prindrit, nxënësit, do desha edhe një gjë të veçantë, një urim të veçantë për mësuesit. Për mësuesit dhe bashkosit tuaj në të gjithë Italinë që japin gjuhën shqipe dhe mësimet shqip. Le të flasin fëmijëve me gjuhën e zemrës në shtëpi, me atë gjuhë që buron vetëm dashuri. Kjo është mesazhi im për prindrit, por edhe ti nxisin ata për të shkuar në shkollat shqipe, në kurset e shkollave shqipe kudo që ndodhen. Për sa I përket fëmijëve, ejani që së bashku të mësojmë nëpërmjet dashurisë, atë që deri tashmë ndoshta nuk e keni dëgjuar. Sepse ajo që mësohet në shkolla, është vështirë që të mësohet në shtëpi. Për gjithë kolegët e mi, kudo që ndodhen, ju them, bëhuni burime të pashtershme. Dhe nëpërmjet dashurisë dhe njohurive që mbarteni brenda vetes, ushqejeni brezin e ri, që nesër të lulëzoj si një pyll I madh. Të mos humbim. Të falenderoj, Esmerald. Falenderoj shumë për ftesën. Do falenderoja dhe... Për kohën që na dedikoni. Patjetër se është koha në dispozicionin tuaj. Do falenderoja Irfanin pafund edhe për eksperiencën që ka dhe investimin që ka bërë. Respekt. Do falenderoja gjithë mësuesit e shkollës tuaj, sepse janë pothuajse si ju dhe të gjithë ndoshta do ishin pjesë e panelit për ta mbyllur këtë vit, ose për të ndarë nga ky vit shkollor. Por do falenderoj edhe ata që organizatorët e shkollave, sepse jo vetëm si shoqata, por edhe si individ, kanë punë sa duash, por si duket për të qenë shqiptar është puna më e rëndësishme shpirtërore, si për ju edhe për organizatorët. Esmerald, faleminderit që ishim sot. Ju falenderoj nga zemra për kohën, edhe unë mbi të gjitha dua të falenderoj edhe shoqatën Nën Tereza që ka qenë shtylla kryesore e shkollës Artur Leshi, së bashku me presidentin Gentian Shero, me të cilët vazhdojmë të ecim përpara, pa të cilët nuk do ishim ku do jemi sot. Irfan, falenderoj dhe për emocionet dhe shpjegimin gjatë gjithë kohës të sfidave që ne kemi dhe jo pak. Sfidat e gjuhës shqipe do jenë përjetshme në emigracion, sepse fëmijë do kemi përjetë, nuk pyeta për numrin e fëmijëve, por mora atmosferën që I takon atyre. Ju falenderoj që ishim bashkë në emisionin Ura, respekt. Gjithashtu, falenderit. Falenderit.